Tregtarët ambulant të qytetit të Lezhës vijojnë protestën e tyre kundër kërkesës së zyrës së tatimeve për të paguar taksat dhe vendosur kasa fiskale. Inspektorët e tatimeve bën një kontroll dhe për shkak të informalitetit në nivel 100% në këtë treg, paralemruan mbylljen e tij nëse nuk zbatohet ligji. Tregtarët e pritën me kundërshtime këtë vendim dhe dje protestuan në zyrat e tatimeve të Lezhës. Edhe në një takim zhvilluar në Bashkinë e Lezhës në prani të drejtores së tatimeve, tregtarët nuk planuan të vendosin kasa fiskale dhe kanë kërcënuar me protesta. Ndërkohë, pas takimit, tregtarët e revoltuar rrethuan edhe automjeten e drejtuesit së tatimeve. Nuk muna me pagu se s'kena lek për buk, nuk na del. Nuk i themi shteti që na bjerë blersa me u fut në treg, sepse të vinë na blerë dhe t'japim juve. Te u kara, ekonomia e vendit, po, të kësisht me norma. Shive, janë familjet më të mira të rrethit Lezhës, cilat fitojnë me djesën e ballit pare, se unë i di shumë mirë, dhe janë debitor nëpërmjet tiranësve që ndoshta ne njohin për nesh, do të marrin edhe peng në Tiranë. Na njohin për nesh, nuk do kthehet këtej. Sepse duke ngjuar kështu, do na marrin atje o paret o shpirtin. Kështu do thotë, si po na thotë shteti ne. Pjesa dërmuese e tregtarëve të vegjël të Lezhës e kaluan natën në tezgat e tyre.